Sa vende pune do krijohen nga aktualisht punojnë 350 bashkë me pjesën e ndërtimit, por stabil deri në 300. Mbasi mbarojë fabrika e ferrokromit? Ferrokromit do kenë punëtor shtesës. Sa parashikoni atë? Edhe rreth 150 do të jam me Kukës. Kukës 300 vende pune të krijuara nga fabrika që po ndërtohet atje duke vënë në lëvizje shfrytëzimin e mineraleve dhe edhe 150 vende pune nga pastaj faza tjetër që është e ferrokromit. Tashi, kush I ka hapur 450 vende në Kukës për 18 muaj, le të dalë dhe të thotë. How many jobs do you have here? We have 20 jobs available. 20 available. And what kind of jobs? Every kind, from technolog to driver, everything. From driver to technolog? Yes, all kinds. Nga shofer deri te teknolog ka këtu 20 vende pune. Kush do të bëhet shofer, të vi këtu dhe mos thotë dua vetëm të punoj në ministri. Unë quhem Dritani, kam mbaruar shkollën për menaxhim biznes. Si sot një vit më përpara jam paraqitur tek paneli I punës. Jam paraqitur tek stenda e Delta Group. Jam marrë intervistë nga stafi dhe jam përzgjedhur për menaxher shitjesh. Edhe tani gëzoj pozicionin e menaxherit të shitjes në kompaninë e Deutsche Kohler. Falenderoj. Punë panajir, sot jetë punë panajir. Jam pjesë edhe burimeve njerëzore. Şu anda yaklaşık bünyemizde 1200 personel çalışmaktadır. Kemi të punësuar 1200 persona aktualisht. Taşeron işçileri dahil bunların yaklaşık 900 tanesi Arnavut işçisi. Nga këta 900 janë të gjithë shqiptar. İnşallah Moglise barajıyla beraber bu sayı daha artacaktır. Shpresojmë që në kantierin e ri që do fillojnë punimet tani në Moglis, të shumojmë akoma më shumë personelin shqiptar. Sa mendoni që të shtoni në Moglic? Ne kadar artmayı düşünüyorsunuz çalışanlar? İnşallah Arnavut işçileriyle bini bulur diye düşünüyorum. Shpresojmë që të punësojmë 1000 shqiptar. Mashallah. Sayın Başkan. Sa keni punësuar? Kemi 400 punëdhës të punësuar, rreth 100 janë të jashtëm. Paga mesatare është 860.000 lekë, 86.000 lekë për punëdhëse. Sa mendoni ta shtoni? Jam mundësi të shtoni edhe për 500 vende pune. Kemi momentalisht 60 punësuar, pretendojmë që pak me investimet që po bëjmë, të dyfishojmë pak në këtë numër. Po dyfishoni? Po. Kemi pasur rreth 150 aplikime vetëm në panajir, kryesisht inxhinier elektrik, elektronik, fusha që ne mbulojmë dhe mekanik. Shpresoj të kemi një paktën 10-15 persona të punësuar. Kompania ka hapur që në muajin korrik. Kemi filluar nga zeroja, tani jemi 60 persona. 60 vende pune që I keni dispozicion për marketing, për inxhinier, për IT, për financë, për kujdesin e klientit, kujdesin e klientit, të gjitha punë që kërkojnë kualifikim të lartë. Jo. Një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe, mjafton të dihet gjuha, I trajnojmë ne, I mësojmë ne, mjafton të kenë dëshirën për ata që janë në këto profesione të vinë dhe të kërkojnë punën këtu. S'mund të punojnë gjithë ministri. Andua.com, që është versioni privat I kërkoj punë.com. Kemi rreth 8 vjet në treg, kemi mbi 70.000 punë-kërkues të regjistruar, mbi 3.000 kompani. Edhe nuk I mungojmë panajireve, shikojmë që ka interes, kemi normalisht rreth 300 vende të lira pune, kryesisht të nivelit të kualifikuar profesional, por edhe profesional. 300 vende të lira pune në nivel profesional. Kemi 300-325, do t'i kishim pas deri mbrëmje. Sa kërkesa keni pas? Po ne vazhdimisht, sepse ne kemi online, ne kemi vazhdimisht kërkesa. Këtu më tepër I bëjmë promovim edhe vendeve të lira të punës, po I bëjmë promovim edhe të interesuarve. Domethënë mundohemi që t'i tërheqim drejt këtij shërbimi elektronik. Njerëzit duhet bien më pak për propagandës që s'ka dhe duhet vrapojnë më shumë për t'i kapur gjithë këto mundësi që janë, që nuk zaurojnë gjithë problemin, sepse problemi është shumë më I madh se kaq, por që zaurojnë me siguri problemin e shumë njerëzve veçantë. Unë do të rekomandoja bile 2 herë në vit, në 2 sezone është minimumi që mund të bëhet. Me kryetarin e ri të bashkisë do ta bëjmë edhe më shumë se 2 herë. Një CD cila tregon disa raste që kemi arritur të punësojmë nëpërmjet një programi të nxitjes persona me aftësuar. Kemi përdorur dhe fondin e nxitjes punësimit të Ministrisë së Punës për të arritur realizimin.
punësim të disa personave në Shkodër e Elbasan në Tiranë. Po qa histori suksesi keni pas? Po, Higeja është një nga historitë e suksesit. Kemi patur 5 persona më aktivizuar, ndërkohë që po trajnohen edhe të tjerë, pastaj kemi patur edhe në disa biznese të tjera, edhe në sektorin publik gjithashtu. Dhe punësimet janë punësime biologe, që kanë mbaruar klasi. Janë punësime tamam mbas të aftësive dhe pozicione pune njësoj si të tjerët. Të kërkesa keni pas? Tu, keni pas kërkesa? Kena një mundësi për punësimit të në 70 vetë. Jo, si kërkesa këtu, në panaj. Kërkesa kena pas, deles valet e 300-400 kërkesa që janë të njerëz të ri, që janë gati me punësu, dhe kanë dëshirë në shprehjen e nevojën e tyre për punë. Kena do bëjë intervista të tjera, dhe më mund të gjithë që me pas një mundësi të palën të drejtë për të anë që me mund të punë. Suksese ne jemi në mbështetjen tuaj për çdo gjë që kemi mundësi të bëjmë. Po shtojmë punonjësit, aktualisht jemi duke kërkuar 500 vende të reja pune. 500? 500 vende të reja. Në çfarë kryesisht në pjesën front office që e quajmë ne, tek operatorët. Jo, po çfarë duhet kenë si dije, si diplomë, si certifikat? Duhet një nivel mesatar të italishtes, pastaj ne japim dhe trajnimin e italishtes, japim dhe trajnimin e produktit ton. Kërkohen edhe vende zyre dhe jo vetëm operator. Kemi rekrutuar deri tani 90 persona, dita e djeshme ka qenë shumë e mirë. Presim të njëjtin ritëm edhe sot. Sa mundësi kemi këtu? Ne kemi 550 vende pune. Ne progresivisht marrim, rekrutojmë. Keni 550 aktual sot apo që duhet? Jo, kërkojmë, na duhen deri në qershor. Duhen 550 më shumë. Po. Çfarë formimi duhet kenë? Duhet të dinë gjuhën italiane dhe mbi 18 vjeç. Arsimin e mesëm natyrisht. Kemi 117 vende të lira për inxhinier elektrik dhe elektricist mesëm. Kanë aplikuar inxhinier elektrik dhe elektricist mesëm rreth 130 persona. Pjesa tjetër kanë qenë ekonomist, jurist, shkenca shoqërore. Procesi i intervistimit me të mbaruar panajiri do t'i thrasim që të gjithë, të vinë t'japin intervistat fillestare dhe pastaj do selektohen që të gjithë nga një. Kjo është në kuadrin e transformimit të kompanisë shpërndarjes energjisë nga një band, siç ishte për vitet tëra ku grumbulloheshin gjithë ata që s'mund të bënin dot asgjë tjetër për partinë në pushtet, po thjesht merrni një rrogë dhe pastaj energjia të shkonte ku donte, në një kompani me njerëz që janë të zanatit.